Përshëndetje. Në një familje tradicionale, djali shpesh rritet si projekti kryesor i nënës. E rrit, e mbron, e ushqen, e pastron, e justifikon çdo gabim të tij, e mbron nga realiteti, i lidh këpucët deri në moshën 27 vjeç, ndoshta edhe më shumë, e çon në universitet si njëri që ka papritur kontakt me civilizimin dhe pastaj e dorëzon te një grua tjetër. Dhe ja, këtu fillon drama. Nuk është thjesht dhimbja e ndarjes së djalit nga mamaja, është humbja e kontrollit. Vjera ka investuar emocionalisht, fizikisht, ekonomikisht, madje edhe narcistikisht, të thosha. Në kokën e saj, djali është zgjatimi i identitetit të vet. Dhe kush guxon të kritikojë zgjatimin e saj? Askush. Kështu kur djali e tall, poshtron apo ul nusen, një pjesë e vjerave ndihen të kënaqura me heshtje, sepse për to, gruaja e djalit është konkurrente, nuk është familje, është pushtuese e territorit emocional. Pse duhet të flasun? Ajo le ta duroj. Në shumë raste, vjera nuk ndërhyn, për 3 arsye themelore. E para, mbron imazhin e djalit perfekt. Pranimi i sjelljes abuzive të djalit është goditje ndaj imazhit që ajo ka ndërtuar gjithë jetën. Në mendjen e saj, djali nuk gabon. Djali ka gjithmonë të drejtë, nusja është problemi. Nëse ajo kritikon, duhet përballet me realitetin e shëmtuar. Ndoshta nuk e ka rritur aq mirë sa mendon. Egoja nuk e përballon dot këtë. E dyta, nuk do të duket sikur po merr anën e nuses. Në disa familje shqiptare, nusja është e huaj deri në vdekje. Madje edhe pas 25 vitesh martesë, ajo mbetet nusja, jo vajza ime, vajza e shtëpisë. Ky distancim emocional krijon një hierarki të qartë. Djali baraz familje. Nusja baraz e përkohshme. Në këtë logjik të sëmur, vjera nuk rrezikon të humbas djalin për hir të drejtësisë. E treta, nuk di çfarë është kufiri i sjelljes. Shumë vjera vetë kanë jetuar në një sistem ku burri fliste, gruaja heshte. Babai komandonte, nëna duronte. Dhuna verbale ishte normalitet. Respekti matej me frikë dhe jo me vlerë. Nëse ke jetuar me një diktator në shtëpi, familiarizohesh me diktaturën. E sheh si mënyrë jetese. Po çfarë mund të ndodhë në kokën e vjerës? Psikologjikisht, ka 2 mekanizma kryesor. Identifikimi me agresorin. Në vend që të mbrojë nusen, ajo identifikohet me djalin agresor. Pse? Sepse është më sigurt për egon e saj. Duke u rreshtuar me personalitetin e djalit, shmang përballjen me vulnerabilitetin personal dhe me përgjegjësinë për edukimin e tij. Rivaliteti femëror. Po. Tingëllon e verritshëm, por është një realitet. Një pjesë e nënave i shohin nuset si rivale për dashurinë dhe vëmendjen e djalit. Gati strukturë edipiane, të themi, vetëm në formë të zbutur dhe provinciale. Nuk e kuptojnë dot që dashuria e djalit nuk paksohet duke dashur dikë tjetër. Dashuria nuk është bukë që të ndahet me feta. Në vend të kësaj krijohet ajo dinamika. Nëse djali im të trajton keq, do të thotë që unë jam më e rëndësishme. Shumë primitive, shumë njerëzore, mentaliteti tjetër, nënës i duket se nusja nuk ka të drejtë të kërkojë respekt, sepse s'ka bërë asgjë për të, nëse ajo vetë ka bërë përpjekje titanike, mendon se meriton privilegj të përjetshëm. Edhe përfundojmë atë logjikën provinciale, të themi. Hierarkia e dashurisë dhe e dinjitetit përcaktohet nga kontributi material, jo nga karakteri. Pra heshtja e vjerës është shpesh dëshirë për dominim, refuzim për të lëshuar kontrollin, xhelozi e fshet, shmangje e përgjegjësisë prindërore,
frikë të mbas lidhje me të birin, mentalitet patriarkal i brendësuar. Dhe ja, këtu hyn absurdi. Në situatat të tilla, vjera shpesh e justifikon djalin duke thënë: ai është nervoz, ka stres, dhe ti nuse e ngacmonat. Mos e merr ai seriozisht. Ashtu e ka temperamentin ai. Ai është mashkull. Kështu janë meshkujt. Atë keqe nëna. Po pjesa qesharake cila është? Po të fliste nusja kështu me djalin, vjera do të bënde protest në obor me tigan dhe me lugë, dhe do të kërkonte referendum familjar. Hipokrizia s'ka kufi. Kur ego ndihen të kërcënuara dhe me keqja, kjo sjell pasoja. Kjo dinamik nuk është thjesht gojtë e liga të grave. Rezultatet psikologjike i ka nusja. Uljen e vetëvlerësimit, stres kronik, dyshim të vetja, izolim emocional, ndjenjë mungesës së përkrahjes, depresion, ankth, humbje sigurisë të marrëdhënie. Nusja ndjehet vetëm në një shtëpi ku supozohet të jetë familje. Prandaj, nusja ndjehet vetëm në një shtëpi ku supozohet të jetë familje. Dhe vetmia brenda martesës është më e hidhura nga të gjitha vetmit. Po çfarë thot shkenca për këtë? Studimet mbi sistemet familjare tregojnë se familjet ku nëna ndërhyn dhe mbron sjelljet e gabuara të djalit, prodhojnë djem me varësi emocionale nga nëna, dëmtojnë funksionimin në çift, krijojnë martesa toksike, rrisin probabilitetin e divorcit, shkatrojnë strukturën emocionale të fëmijëve që lindin në këtë ambient. Asnjë lidhje s'mund të rritet kur një palë trajtohet si njerëk brenda martesës së vet. Por kush e thyen këtë shablon, këtë rreth vicioz? Nënat që kanë kuptuar një gjë të thjeshtë. Dashuria e fëmijës nuk vidhet me xhelozi. Ajo fitohet me dinjitet dhe djemt bëhen burra kur distancohen nga karriget e nënës, jo kurin në to si princat llastuar. Nëna e fortë nuk është ajo që e mbron djalin nga kritika, por ajo që e mëson të mos bëhet karikaturë e patriarkut, të mos ngrihet mbi nuse dhe të bëhet mbret i fshati me mentalitetin gruaja duron. Në fund fare është realiteti. Kur vjera hesht teksa djali po shtron gruan, mesazhi është brutal. Ka më shumë frikë të përballem me gabimet e mia si nën, se sa të mbroj një grua që po keq trajtohet. Ky është thjesht problemi familjar. Është problem moral. Kush mbron të gabuarin, bëhet bashkëfajtor. Nëse e një vjerë dhe po shikon këtë video, nuk po të sulmojmë. Jo. Po të japi mundësinë të reflektosh. Nëse të vjen keq, ka arsye. Ndrysho lojën. Nuk humb asgjë, duke u bërë më drejt. Nëse je nuse që ke jetuar këtë, kufit janë oksigjen. Kur mos e prano poshtrimin si normë, si je aty për të duruar, je aty për të ndërtuar, kush nuk e kupton, letëri me maman dhe të gatuaj një supë dhe makarona deri sa të dalë në pension. Martesa është partneritet, jo sken teatri për nusen e përkullur dhe për djem të llastuar. Mjaft heshtje. Heshtja gjithmonë i shërben të fortit dhe shpesh të gabuarit. Miq, këto do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse u pëlqeu mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që e therr pas here. Edhe në videon tjetër, miru takofshi.